10 familje të cilat duan t'i nxjerrin nga banesa në rrugën Jordan Misja në Tiranë kanë dorëzuar këtë të premte një kërkesë pranë NSH-s. Ata kërkojnë sqarime nga kompania se si është e mundur që të gjitha kontratat e energjisë që ishin në emër të tyre kanë kaluar në emër të një personi të vetëm. Fisar Timeri, një nga përfaqësuesit e banorëve, shprehet se ende nuk kanë një sqarim nga SHE në lidhje me situatën e tyre. Sot kemi ardhur unë dhe një grup prej banorëve të pallatit për të kërkuar llogari tek pranë SHE-s për arsyeën e ndryshimit të kontratave nga emrat e poseduesve real prej vitesh në emrin e zotërisë që quhet Florian Almadhi. Dhe kemi bërë edhe një kërkesë me shkrim të firmosur, nga e cila kërkojmë shpjegime të mëtejshme nga OSHE-ja. Jo, nuk kemi pasur asnjë komunikim zyrtar me OSHE-n apo me dikë tjetër në lidhje me këtë problem. Prandaj ne sot po ju drejtohemi me një kërkesë me shkrim për të pas informacione të mëtejshme dhe të sakta. Të mërkurën punojësit të SHE-s lajmëruan 10 familje që jetojnë tek ish uzina Dinamo se do të ndërprisnin energjinë elektrike. Kjo pasi sipas tyre është bërë kërkesë për mbylljen e kontratave. Banorët, duke debatuar me përfaqësuesit e OSHE-s, kërkuan një urdhër zbatimi. Fisar Timeri thotë se ky urdhër ende nuk është paraqitur. Jo, deri në këtë moment nuk kemi parë asnjë urdhër pune apo një urdhër të çfarëdoshëm që mund të justifikojë atë që ndodhi 2 ditë më përpara. Apo çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj jave, sepse nuk është vetëm çështja e pardjeshme, ka edhe të tjera në ditët e mëparshme. 10 familje të cilat jetojnë prej vitesh në zonën e ish uzinës Dinamo në rrugën Jordan Misja rrezikojnë të ngelin në rrugë të madhe. Kjo pasi pronari i tokës pretendon se ka bler godinën e ish uzinës, por ndërkohë banorët shprehen se ka një vendim të qeverisë Berisha në vitin 2013 që këto ambiente ja kalonte atyre në pronësi. Përpara disa ditësh, OSHE, UKT dhe IKMT i kanë lajmëruar se këto kontrata do të prishen pasi godina do të shembet.